Prime Minister Netanyahu is sick. He had surgery in the hospital. Is that true or not? 2.5 months ago. But his health is okay now? Yeah, it's okay. Okay. It's working, everything is okay. You have how you call it before? Prostate tumor, yeah. They make him ultra. Okay. Ultrasonic, yeah. Okay. Okay, thank you very much. I'm sorry to disturb you. You know, chemo ultra. Chemotherapy, yeah. Yeah. Thank you. It's okay. Okay, thank you very much. Okay, bye. Si ka emrin ky izraeliti pulla? Ky ka Alon. Si? Alon. Alon. Me në fund. Po. Edhe thot që ndërhyrja ka qenë, thot, është bërë gjatë kohës luftës, thot, po para 2 muajsh, thot, po është mbajtur sekret, ndërkohë që ai është në punë, vazhdon. Ka bërë dhe trajtim me kemioterapi. Larg qoftë mund të vdesi Bibi apo. Ose cili nga ne një ditë mund të vdesi. Ai tregon si është gjendja, nuk është. Me qëra fjala, kulla, me që jemi te Izraeli, skena të rënda shumë janë parë sot në bregun perëndimor. Këto ditë, në fakt, ka pas disa. Nuk e di ç'po ndodh, ne kemi një video që është sigurisht shumë e rregulluar e kujdesur, sepse ndryshe... Një a 2 duhet kesh dhe ministrin e brendshëm. Jo, një kemi një video me skena të rënda. Që do e shfaqim tani, sigurisht njerëzit nuk mund ta shohin dot të plot, sepse ne për arsye etike dhe për të mbrojtur nga çdo lloj bllokimi që mund të bëjnë, e kemi munduar ta, shikoj. Bregun perëndimor. Cisjordani. Shpërngjisht Cisjordani, nuk e di pse i thon ashtu ata. Cisjordani, po. Ja shikoni. Aq mjafton Ledio. Mund të kuptojmë kulla çfarë po ndodh. Ka një situatë të tensionuar në bregun perëndimor për shkak të përplasjes së kolonëve, po është prej disa muajsh, po ditët e fundit ka qenë ngarkuar. Kolon kulla për ata që nuk e dinë, do ta shpjegojmë se çfarë janë. Kolonët janë qytetarë izraelitë cilët nuk respektojnë marrëveshjen e Oslos dhe me mbështetjen e një pjese të qeverisë Izraelit vendosen në pjesën e bregut perëndimor. Ja, këtu është ministri i brendshëm i Izraelit Ben-Gvir, i cili ka shkuar dhe përplaset me një nga... Ta dëgjojmë zë? Një nga arabët, po. Pastaj më shpjegosh. Ç'ë zëni Ledio? אני הורס למי שבונה שלא כחוק. אתה לא נותן להם לבנות שלא כחוק. תן לי, גם אצלנו יסכנו. אני אתן לי, גם אצלנו יש אנשים שאין להם. אז מה? זה שכונה 44, זה לא נבנה כחוק. הנה פצה, תראה לי פצה פה. בוא, תראה. בבקשה. אתה חושב שאין יהודי היה בונה בתל אביב. היה בונה בבאר שבע. אבל אתה לא נתת למנהל. יש סדק. כאן יש סדק. אבל אי אפשר לבוא, נגמר התקופה. Ka 2 orë ky që pam tani pranë Ben-Gvir. Quhet Ben-Gvir dhe është ministri i brendshëm. I brendshëm, po. I Izraelit. Është i koalicionit, nuk është i partisë Netanyahu, është i 2 orë për të ikur, i thotë. Po, ke 2 orë për të ikur për të larguar nga këtu. Kujt i thotë? I thotë këtij. I këtij, thotë këtij arabit. Këta në fakt janë popullsitë që këta i quajnë kështu, janë tamamas palestinez, këta po janë nga këto popullsitë e lëvizshme, por në gjithë bregun perëndimor po ndodh. Kanë këtë veshje karakteristike kështu me këto, kanë këtë veshje me këto shamit me kështu më duket? Po, janë këto popullsitë e lëvizshme që kanë ata që lëvizin nëpër shkretir. Edhe problemi është që kjo janë berber ta kullo. Po, ndoshta janë fise. Dhe vetë ministri i brendshëm kullaj vetë ministri, sepse ministri i përket një krau politik që është për kthimin e hebrejve në bregun perëndimor dhe ata nga pikpamja biblike thonë që ne duhet kthehemi atje ku janë tokat e shenjta, toka e premtuar për izraelitët. Dhe toka e premtuar ata thonë nuk është në Mesdhe, po është pikërisht në qytetet e vjetra, cilat janë atje ku ndodhet bregu perëndimor. Edhe kjo është dhe një nga përplasjet më të mëdha politike dhe brenda Izraelit, sepse kjo do të thotë mos respektimi i marrëveshjeve të Oslos, mos njohja e shtetit
të Palestinës dhe pushtimin me koloni i qyteteve dhe i fshatrave në bregun perëndimor. Duke patur parasysh që gjithë kjo gjëja dhe filmimi i parë që ti pe dhe ky i dyti, nga pikpamja politike dhe nga pikpamja ushtarake kushton konflikt, kushton luftë dhe synimi është i kraut të ministrit të brendshëm, se janë Smotrich që është ministri i financave, Ben-Gviri që është ministri i brendshëm. Këta e kanë politikë të hapur fshirjen e bregut perëndimor dhe rikthimin e saj në Palestinë. Pse s'po e fshin? Pse s'po e fshin akulla? Nuk është kaq e lehtë, çan, se nuk bëhet pa luftë dhe kanë kundër edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por edhe gjithë Bashkimin Evropian. Dhe vendet e Bashkimit Evropian kanë futur Ben-Gvirin, kanë futur Smotrich në listë të zezë, edhe një pjesë të politikanëve të partisë tyre, po dhe një pjesë të kolonëve të cilët janë futur në listat e zeza të BE-s dhe ka një luftë politike jo të vogël dhe diplomatike me këtë gjë. Po kjo për treguar që ndërkohë që ndodhet lufta në Liban, ndërkohë që Gaza ka... Liban s'u ka pushuar pak tani, apo filloi prapë? Vazhdon. Në Gaza është projekti për të qetësuar Gazën e tjerë, është edhe fronti i tretë i brendshëm që është çështja e bregut perëndimor. Po ndërkohë ki parasysh se nëse zgjerohet një luftë brenda në bregun perëndimor, mund ndodhi dhe një kryengritje brenda Izraelit me arabo-izraelitët, sepse janë në veriu i Izraelit ka 65%, 70% të popullsisë e ka arabe. Kështu që këta beduinët që peti aty në territor që po pastronte, këta beduinët... Beduin janë këta? Po beduin, janë populata beduinët të lëvizshme, këta janë qytetar të pjesës së bregut perëndimor, por kemi beduinë edhe brenda territorit të Izraelit, që janë qytetar izraelit. Pra, çështja e demografisë brenda Izraelit është një sfidë në vete dhe sa herë që vinë zgjedhjet kjo është më ekstrem. Prandaj ministri i brendshëm ka vajtur personalisht atje që të... Kemi një para se të vemi te kjo harta Ledio, ik pak nga kjo harta do kthehemi prap. Kemi edhe një video, më duket, të Netanyahu-t, apo foto është ajo. Është foto vetëm. Që i cili është duke fol pikërisht për bregun perëndimor kulla. Ja, Ledio më të tregoj tani, ndërkohë kulla, ndërkohë që Ledio nxjerr Netanyahu ja ku është, duhet thënë që jam si e komenton kulla momentin vendimin e Bashkimit Evropian për të prishur marrëveshjen e asociimit me Izraelin. Franca ka qenë pro prishjes, Irlanda, Slovakia dhe Spanja pro, Gjermania ka dalë kundër. Shiko, Gjermania niset nga ato, si me thënë... Piqe këtë Ledio? Gjermania niset nga i... Do të djerim hartën, do të them unë. Nga i sikleti politik që ka për shkak të luftës dytë botërore. Të kaluarës vetë, po. Po, ki parasysh... Po e thëmë prishja e asociimit, marrëveshja e asociimit me Izraelin? Ka marrëveshja e asociimit? Po, ka pas një marrëveshje e asociimit në të kaluar, po ki parasysh nëse vijon politikisht qeveria e Izraelit këtë gjë që po ndodh në bregun perëndimor, do të thotë prishja e marrëveshjes së Oslos. Marrëveshjen e Oslos e ka mbështetur, e ka bërë presidenti Clinton, e ka mbështetur Bashkimi Evropian, është dhënë çmimi Nobel për paqen për Arafatin atë kohë dhe për ish-kryeministrin e Izraelit që u vra pikërisht nga krahu ekstrem, nga krahu i Ben-Gvirit. Dhe kjo do të thotë që marrëdhëniet diplomatike dhe politike të Izraelit me Bashkimin Evropian, po dhe me një pjesë madhe të politikës botërore do vi gjithmonë më shumë duke u përkeqësuar dhe ta ashtu quajtur marrëveshje abrahamike me botën arabe, pra me vendet arabe, nuk mund të flitet sepse pas kësaj, domethënë, nuk mund të flasim më për njohje të shtetit të Palestinës brenda territoreve. Marrëveshja e asociimit zënja Zotërin, për gjithë që nuk e dini, përveç tyre i Thakulla është gjithashtu dhe një marrëveshje më së shumti ekonomike, financiare, është politike mbi gjithë. Është 42 miliard euro, bëhet fjalë, kjo marrëveshje, tregtia e Izraelit me Europën. Po. Pra 42 miliard euro është tregtia e Izraelit me Europën. Situata është goxha e tensionuar politikisht. Qartë. Kulla kemi këtë hartën tani, do të ngrihesh një herë të na shpjegosh e bregut perëndimor? Po, patjetër. E verdha, duhet thënë që qa është blu është Izraeli, ja duhet nxjerrë tani Ledio këtu mbrapa meje, të vetë një herë kulla. Po duhet të shpjegoshin shumë të mëparshme. Pse të mëparshme? Se për të shpjeguar se si ka qenë, domethënë. Megjithatë do ta... Nuk ka rëndësi, ne marrim të tani të sotmen pra. Okej. Duhet të them thjesht njerëzve që na shohin një sekond kulla para se ngrihesh që
Qa është blu, do shikoni të kjo harta, është Izrael, qa është portokalli janë palestinez. I gjithë pjesa i do shikoni tani është bregu perëndimor për të pasur një ide të qartë. I jepi kulla, nxirje radio. Ja, do dari tani. Nxirje radio të ajo, jo këtu radio, nxirje të ekranat e mëdha. Ja, doli kulla. Bregu perëndimor çani është marrë në luftën e 67-s nga Izraeli se ka qenë pjesë e territorit jordanisë dhe ka qenë gjithë i banuar me arabë. Si që shef edhe këtu, numri më i madh i popullsisë pra që janë këto kafet ty, janë arabët, këtu përfshihen edhe ato popullsitë që pam aty do me... Pra bluja është Izrael. Dhe popullsitë e tjera, këto që shef ti të vogla këtu, janë izraelitët. Janë kolonë me i fjalë. Janë kolonët. Dhe ti e shef që kolonët kanë, që vinë nga pjesa këtu, kanë shkuar dhe zhvendosen gjithmonë më shumë afër kufirit me Jordanin. Qartë. Nëse vazhdon plani që ka Smotrich, ministri i financave, Ben-Gviri, ministri i brendshëm dhe një pjesë e politikës në Izrael, përfshirjen e bregut perëndimor, do të thotë që marrëveshjet e Oslos nuk qëndrojnë më, dhe do të thotë që kthehemi në situatën e luftës të para 67-s. Kjo tregon edhe se sa delikate është situata sot brenda Izraelit dhe brenda bregut perëndimor, është ky West Bank që njihet këtu, pra si bregu perëndimor. Në fund fare. Po, aty lart, ajo pjesa e shile. Po, këtu, ku është West Banku këtu? Gjithë kjo është West Bank. Ky është deti i vdekur, ka deri në kufi lart. Detin e vdekur, do të thënë detin e vdekur kulla e kontrollojnë izraelitët apo jo? Jo, izraelitët këtë pjesë, edhe këtu pastaj është Jordania, pra. Është Jordania, po. Edhe këtu poshtë pastaj është Izraeli, po kjo pjesë e detit vdekur është pjesa e cila është me bregun perëndimor. Bregu perëndimor është një territor me qeveri autonome të Palestinës, me kryeqytet Ramallahun. Në bregun perëndimor përfshihet edhe Jeruzalemi, po është një kryeqytet, është kryeqyteti i Izraelit, që ata njohin për kryeqytet vetin, dhe është tërësisht në kontrollin e Izraelit dhe të trupave izraelite. Tu është vendosur dhe i muri i famshëm që i ndan arabët nga izraelitët. Këtu janë qytetet historike të këtij rajoni, siç është Jericho, siç është Nablusi. Po Ramallah, ku është Ramallah? Ramallahu është këtu diku në qendër. Sepse Ramallahu është kryeqyteti i pash Faudën, pash të serialin Faud. Ramallahu është kryeqyteti palestineze, po për çfarë duhet të them? Që qytetet historike si Jericho, si Nablusi, këto janë qytetet të cilët janë shkruar në Bibël dhe që janë qytetet historike, pra qytetet që pretendon krau ekstrem ebraik që thot ne tokën e premtuar nuk e kemi në detin mesdhes këte nga Tel Avivi e këto janë qytetet që na ka dhënë marrëveshja pas 48. Dhe në anglezët, po. Kur është themeluar shteti i ri, ne qytetet i kemi këtu, kështu që hebrejt duhet kthehen, pra janë kthyer praktikisht, s'ka marrë vetëm Jericho. Pra kolonët duhet shkojnë, jo, kolonët duhet shkojnë, pra Izraeli është këthe dhe ne duhet të kthehemi dhe të marrim këtë gjë. Por marrëveshja e vitit 93 dhe pastaj ajo e ish kryeministit Ariel Sharon synoi ndarjen me palestinezët pra lënien e territorit për arsye demografike. Sepse nëse vazhdon në afat gjatë, pra imagjinojmë një moment që fshihet autonomia dhe pavarësia e palestinezëve, palestinezët kalojnë të gjithë në territorin e Izraelit, çështja është që për arsye demografike muslimanët mund të jenë më shumë dhe mund të kemi një situatë të ngjashme me atë që ka patur Afrika e Jugut për shumë vite, pra mund të kemi një apartheid. Pra kjo është një çështje politike e brendshme, ku jo të gjitha forcat politike izraelite mendojnë njëherës. Dhe këtu bazohet dhe propaganda e Iranit, ose e një pjesë tjetër të vendeve arabe, por edhe këtu bazohet fort politikisht edhe presidenti Erdogan, kur thotë Izraeli është duke bërë krime lufte dhe është duke prishur çdo marrëveshje ndërkombëtare për të ruajtur paqen në rajon. Dhe kullon para se të falenderoj që më erdhe sot dhe më bëre një detajim të paparë situatës dhe me harta bile, sot ka qenë e paparë kulla. Sot pëlqeu shumë dhe mua, që pëlqeu që u fshej atje mbrapa dhe të shifja aty si spektator ishte perl. Do e mbyllim me Enrik Hasën, që ka shkuar në Totus, dhe thotë çani lufta është në Bibël. Po, sigurisht, edhe në Bibël është shkruar. Dhjata e re me vjatën e vjetër, thotë. Jap se Netanyahu toleroi para sa ditësh që Krishti nuk ka asgjë më shumë se ja ta mbaroj një çfarë thotë ky. Po, na kujtoi diçka shumë rëndësishme. Jap se Netanyahu, një sekond. Kullasa po më bëj vendosë sipër s'kuptohet. Jap se Netanyahu toleroi para sa ditësh që Krishti nuk ka asgjë më shumë se Genghis Khani. Irani përfaqëson yllin e rën, Saturnin, jo për të bërë ty xhelos me gjuhën shqipe. Është komenti, do të jetë komenti, nuk e kuptova këtë ja për BX.
kanë qenë bashkë me Izraelin duke bërë lojën polici mirë, polici keq. Thot, pra Izraeli i duhet një armik për të siguruar politikën e vet në rajon. Nga ana tjetër, Trump përfaqëson forcat e Krishterë, ka folur me 10 herë për traditat e Krishterë. Sa për info, vjet bombardoi Irani me datë 22 qershor etj. Dhe nga tresa e sekretarit amerikan të mbrojtjes që tha bombarduam Tiranën dhe bëri sikur mos, tani këtu ike plak. Ike tani këtu s'ke as pik. Ike këtu. Gjuna ike. Më mbërrin nga një... Ike, tani jenë shumë fantazi plak. Më mbërrin nga një vend arab, çan. Lajmi i fundit, më thot, urgjente për të mos u fshehur sonte, të gjitha vendet kanë dërguar një paralajmërim për gjithë qytetarët e tyre që të largohen nga Irani brenda 24 orëve. Ka diçka të madhe të planifikuar nga Amerika dhe Izraeli kundër Republikës Islamike, dhe me që këta janë nga një vend musliman ku manisin, e keni për detyrë të mbështesni Republikën Islamike me dua, pra me lutje, dhe presim të reja, domethënë, Irani. Kush e ka thënë këtë? Më mbrin mua me Kush është mbrapa këtij njoftimi? Më mbrin nga një miku im në një vend arab, pra është lajmi i fundit fare tani, vi nga qeveria. Dhe cili ishte lajmi që të ndodhë diçka e? Që pritet një sulm në 24 orë të ardhshme kundër Iranit. Dhe ju bën thirrje iranianëve të largohen nga vendi? Jo iranianëve, i bën thirrje qytetarëve të vendeve të tjera që janë në Iran, pra qytetarëve arab, iraken. Dakor. Apo që largoheni pas të ndodhë diçka. A është kjo pjesë strategjisë? Se di, unë ta thash edhe që parë, që gjitha ajo flot aty paralajmëron që mund të kemi një sulm të madh. Po, pra. Diogjeni Sinopës. Që thot Marsidi shpret Diogjeni. Çanë nëse mund të jap informacion zoti Kullo, ku i gjen ato hartat ajtë mirë konstruktuara që tregojnë armatime dhe rajonet e tjera. Kulla dhe një tjetër një fund që janë të mbaruar pas hartave. Të mbaruar në kuptimin të apasionuar ai shumë sa që mund të rinë pa fund të shohin harta. Unë do t'i përgjigjem vetëm kështu këtij zotëris. Unë ku e kam zakon tim një herë, bashkë kemi 27-28 vjetë që njemi, unë kur nuk flas për gjëra që nuk i di mirë. Nuk do më djosh kur që të flas kështu me fantazi për gjëra. Kur të them diçka, duhet kesh parasysh që o e njoh personalisht ose e kam bërë personalisht atë gjë. Mesazhet janë pafund, zonja zotërinj, të bashkëta për lekë kondominim ndërkombëtar dhe eri i zgjerim territori. Janë pafund që keni lënë sot në Totus, i falenderoj shumë. Ora është 22:11 minuta. Falenderoj shumë zoti Kulla që ishte me ne, Kulla, me kismet, thonë miqtë e tu tani që dërguar mesazh nga Arabia, me kismet, apo thonë turqit shumë. Unë flasë me miqë nga Izraelit, je pe unë, se kam... Dhe diku që është e bugra. Janë shumë të ngjashëm me njëri tjetër. Dash zoti. Janë shumë të ngjashëm. Për te pjesë demagogjike, do më thënë, në jetë në përditshme ngjajnë shumë. Thjesht e kanë të erzat, përdorin se erzat tjera ata. Ngjajnë shumë në sjellje ashtu, dhe unë i du të gjitha palët shumë. Për shembull, më shkruaj dhe sot një mik... Ngjajnë shumë, po njëra palë është gojë, tjetra jo, kujdes. Më shkruaj dhe një mik sot nga Damasku. Kur do vish Damask, se ne s'kemi luftë. Do vish shpejt, është. Në Siri? Po. Mos e mërzit, thua e miku, shumë shpejt e filloj dhe atje. Së të mbarojnë mirë këtu, se me radhi kanë të gjitha. Nese, gjithësi, ne do bëjmë një pauzë tani Ledjo, kam mbritur ndërkohë për të vazhduar emisionin sonte, aktualitetet politike nga vendi, ndërkohë dhe 3 personazhe të tjerë, 2 janë pjesë e emisionit të Zënë e Lirë, Marsit Gubi dhe Flogert Muça, ndërsa tjetri është pjesë e politikës tashmë, mik i vjetër timi dhe i emisionit, quhet Eral Kapri, dhe vjen sot për të folur përveç të tjerash dhe për këtë të ashtu quheturin marrëveshje, shumë njerëz e quajnë pazar, midis 2 partive politike kryesore, zotit Rama, zotit Berisha, për sistemin zgjedhor dhe për ndarjen hartën territoriale